e jena këtu në sheshin e Prishtinës, e unë e pesha një djalë që po vjen knena me një veshje shumë të mirë. Përshëndetje. Qysh jeni? Mirë, ti? Ju jeni? Meti. Ti je Meti që kena pas intervist? Po. Qysh po kalën met? Shumë mirë, faleminderit, ti? Ti jeton jashtë Kosovës më duket? Në Austri. Në Austri. Met sot me veshje kombëtare? Gjithë. Gjithë. Po. Arsyeja pse i vesh veshjet kombëtare në Kosovë, sepse një djalë i cili jeton jashtë Kosovës edhe vjen me veshje kombëtare, më duket na ke thënë në emisionin e kaluar na ke thënë që ti i vesh edhe në Austri këtë veshje. Qysh po të duket vetja sot? Mirë. Mas pari gjithmonë do të më moj traditën, e për që ata kom qef me i vesh. Une, sot muj me ta dhoni sfidë. Po. Ti, minal qytetarët, edhe m'ju bo pyetje vetë për veshje tradicionale. So i veshin, okay? Po. Ha mikrofonin. Hajde shkojna knena. Hajde. Ti çdo herë i vesh këto veshje. Po. Okay? Edhe të duket mirë veshja? Po, shumë. Okay, bravo. Valtar nuk jo. Ka ta pësira për na merë të në resmi djallin se beqarje? Prit. Po. Okej. E ta lidhi, prit me ta lidhi. Okej, mikrofonin e mund. Mas pari çka menon ti për veshjet kombëtare? Për veshje kombëtare, nëse flasim, janë gjana më të mira që mund me pa ndonjëherë, sepse traditat në kohën e fundit kanë fillu mu zbe, kur zbehen traditat na hup edhe identiteti jon kombëtar, sepse Kosova o kanë vend me tradit të lashtë, kështu që na do të mi ditë traditat edhe do të mi maj traditat, sidomos veshjet kombëtare tradicionale, edhe çfarë ndjenje ta japin. Këto ta japin një ndjenjë jashtëzakonisht shumë të mirë. Po. Ti, kur dalsh në Austri, çfarë të thojnë njerëzit? A ju ke tregu njerëzit që jetojnë, që janë jo kosovar, për traditat, për veshje? Po, sa për austriakt, ata gjithë më naljen, më pysin, edhe kanë qef me ba për shembull foto me mu, edhe thojnë se është veshje tradicionale shumë e bukur, se s'kam pas njëherë. Okej, faleminderit që i bani ju djem të ri traditat për mos mi lanë mu zbe, sepse t'jetosh jashtë Kosovës edhe t'i vesh traditën, gjana tradicionale, t'i mbash traditat, t'i mbash të gjana, është pak privilegj për neve, sidomos të rritë që rritën jashtë Kosovës. Po, me se ke po, ne nuk e kum vesh xhamadane. Pse? Sepse unë kam qef edhe pak sportiv më konë. Okej. Edhe e ndroj pak stilin. Okej. Po e ki këton vend xhamadanit. Po. E ki këtë shamien e beqarijës që... A din arsyen e kësaj shamie? Jo. Kjo është shamie e beqarijës, ku gjithë beqartë, deri në moment ku të martohen e majnë shamien. Do me thonë, nëse është ki qëtë shami vnut, ti je beqar. Në moment që të martosh e hek shamien. Do me thonë edhe për femna u kanë edhe për meshkuj. Edhe tash ti kemi nal njerëzit, edhe kemi sfidu vetin me pyetje tradicionale. Çfarë shet e kjo veç, edhe ma shumë ti di gjuhë huja, po? Po. Otjerë, kina mi pyet edhe njerëz, edhe shqiptar, kosovar, çka do që t'janë, po edhe të hujt, një tregu se çfarë ndjenje është kur e shohin këtë, edhe ka një huri për këtë veshje tradicionale. Okej. Hajde. Kanë për pyet? Hajde. Mund është mi thanë përshëndetja, bënëm ja bani pyetje. Qysh jeni? A me gjithë dikon t'ujin, apo? Okej, edhe të Kosovës pysh punë. Përshëndetje, doni mja bani pyetje? S'po dojnë me fol njerëzit, tash hajde i gjojna njerëzit. E kam edhe një pyetje për ty. Hajde. Masi po folëm për gjona tradicionale, a jema shumë për fli, a për pite? Valla unë të dyat, edhe fli edhe pite, po flia ti du tepër shumë. E te? A je për flia për përpeq? Masi për mene përpeqin për përpeq. Për përpeq, ja? Okej. E kjo është diçka e mirë. E te, a i hanë tradicionale, gjana tradicionale? Po, shumë. Seriozisht? Edhe nona jem din shumë mirë me gatu, edhe është për mu kuzhinjera më e mirë në botë.
Ke, bravo! E di sa të mira janë nana tona, sepse na bojnë ushqimet më të mira. Për krahasim ushqimeve, na kanë eduku edhe na kanë sakrifiku jetën e tyre për neve. E falë tyre na sot jena këto. Po, shumë e vërtet është. Hajde, Tash- çka ka pe pyet? Hajde. Kanë pe pyesme. Shumë njerëz të tash, edhe tash kena mi pyet edhe njerëzit për këtë veshje, çfarë ndjenje është, sepse këtu në shesh nuk e sheh kërkan me veshje kombëtare, veç për nëse nuk je valltar. Apo kupton? Po, E sot ne kena thy një tabu të kësaj gjaje, sepse t'jesh një djalë i ri, një djalë i mirë, dash me këto veshje, është pak privilegj edhe për neve, edhe si Kosova Info, edhe si televizion, edhe si gjithë shka. Përshëndetje, do na mja boni. Për veshje kombëtare tradicionale të djalit të Kosovës. Okej. Do du se që kam kanë shku. Okej, hajde njerëz. Hajde, s'po do njerëzit. Përshëndetje, do një mja bo një pytje? O, se na lu. Janë lodh njerëzit. Do një mja bo një pytje? Halo? Do një mja bo një pytje? E qështë met? Ako ka e letë me kap mikrofonin edhe me dalë me bo pytje për qytetarë? po me ty gjithmonë se te ja hik marrën njerëzve. Ja vjek i marrën? Po, Kush është i marrushëm këto? unë e ju. Jo, për ty e dina. Përshëndetje, do një mja bo një pytje? S'po dojnë me fol njerëzit. A shpesh kështu? Jo, këta kam mikrofonin unë në dorë, jo, s'ndodh. Zakonisht njerëz të më prisin për me arë mja ba unë e pytjen, sepse zakonisht i kam pytjet pak ma ngacmuse, po sot janë të pa, janë tutut, mos ka na i loj ose na i ka mirë të më shef, diçka me tradit, për atë arsye na shti ngurojnë për këtë gjahë. Okej, Tash nalet dikush, se pa u nalë dikush së shtemojshme. edhe unë e menoj ashtu. Okej. Përshëndetje. Fol. Dashëm me bo pyetjen se kena sot veshën kombëtare, kom veshën jam nga Austria, jam lind në Austri, edhe dashëm me pyet çka menon ti për këto se i mojna na të jashtit traditat. Shumë mirë që i mani traditat, është nërim e mirë, edhe kur mos i lëshani. Traditat të në shqiptare në konë gjithmonë. A janë në regull fort. Vazhdo tjetër në pyetje. Tri të Kosovës nuk mujna mi pana për rrugë me veshje tradicionale kombëtare. Çfarë ndjenje po ta jep sot ky djali me këtë veshje? Shumë mirë edhe sukses i mirë është, po mirë me dalë me veshje kombëtare, bëhet bajat. Po qështu bën edhe kështu. A e din çka do me thonë kjo shamia që ka në qa? Kjo është një ambient shqiptar, ku që zë që i bjen. Po, a shamia, çfarë roli ka lujtë shqiptarët kur janë kanë me veshje tradicionale? Një trinime, po me shami kështu, çfarë ka karakterizu kjo lloj? Pajti bashkë s'po di që ka karakterizuar veç. Kjo shami ka karakterizu sepse beqart, nëse je beqar e ke pas shamien. Po. Nëse se ke pas shamien, atëherë nuk je kanë beqar. Deri në moment kur je martu e ke pas këto Shi. shamien. E ka konë ato se kom ditë. Edhe femrat i kanë pas një lloj shamie derisa janë kanë beqare. Një amblet, Po, ose kësi namazbeza, që i kanë thonë. qashtu në mazbez i kanë thonë, veç mirë është. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Kështë është. Përshëndetje. Jena për Kosova Infos edhe pyetja jone sot është kjo. Sa i bën edhe i mban traditat tona kur e peshoni këtu ky djali jeton në Austri, është meti, edhe sot ka dalë me neve në shesh për mi pyet njerëzit për traditat se sa i majnë dhe sa janë të informuar për llojin e traditave tona. Dytja mi kam edhe gjithë i veshin kostum tradicional, edhe shumë i kushte rëndësi, mos me hub tradit, mos me hub gjuhen, me konë Edhe sa ti ma... jeton në Kosovë? Jo, Ku jeton? Finland. Finland.
Meti jeton në Austri. Është mirë kur ju dy me të kina pyetje mja boni? Po, dashëm me pyete, e din edhe kuptimin për shembull e shamis të veshja kombëtare, çfarë kuptimi e ka? Shamia, e di që gratë e kanë vesh për para, e kanë E gjithë shamia. burrat po, e pse burrat e kanë marrë shamien që shton qafë? Arsyeja, Nuk e di. janë kanë çka? Nuk e di. Menoj mirë, Nuk e di. janë kanë? Beqar. Kjo është beqar. Po! Dhe na mja gjithë një nuse? Okej. Dhe me thonë, arsyeja u kanë se beqar për me pa një djalë në rrugë, i cili është bë për martes, edhe është beqar atër ja ke pa në shamien, e ke kuptu që është beqar. Edhe femrat i kanë pas një lloj shërbete që i kanë thonë, janë kanë pa martu. Dhe me thonë, deri se janë bë me himbyllëk që i kanë thonë tradicionale. Ajte pa? Për çdo ditë jeta është mësim, E shkollë. vërtet. Çdo ditë mëson, edhe kam shumë respekt për ty, edhe na ban shumë me kesh, edhe humori jeta është shumë i mirë. O zemrën të Edhe shumë njerëz shqiptar nuk e kuptojnë çka ti mundesh me dhënë mesazh njerëzve me ik prej depresionit. Jeta është e bukur, veç me shiu jetë. E vërtet, S'ka jeta gjë më është e mirë. bukur shiaje, Shiaje. jeta ka sfida të i kaloj, jeta ka barjera the, jeta ka busqeshje kesh më i qaravesho, jeta ka vdekje, kaj, jeta të merket, e aty shka me do. Aty duhesh me koni gjë. Ja, aty vishë lajë dhe him të abot. Edhe e nda të kry, përfundoj.